Perime për Pierre dhe oktapod për mamën. Ndiqeni këtë video. Çdo perim të stinës që mund të kem në shtëpi e marr e gri dhe e vendos në një tavë të vogël dheu. E marinoj me vaj ulliri dhe me erza sipas dëshirës. Më pas direkte për t'u pjekur në furrë. Sa të piqen perimet, unë do vazhdoj me recetën time. Oktapodin do ta pres me gëshër në pjesa të vockla. Shumë hudhër dhe gjysmë qep të kuqe. Shtoj vajin e ullirit në tigan, bishta majdanozi, hudhrën qepën, unë hedh edhe pak lëkurë limoni. Ndërkohë që qepa do karamelizohet, do t'i jap një val oktapodit. Nxjerr perimet e pjekura nga furra gati për t'i fruluar. Para se t'i fruloj do të hedh lëng limoni dhe majdanoz. Konsistenca do të jetë perfekte. Prova ta filmoj, por në tiganin që kishte vaj ulliri dhe hudhër, shtova salcën makaronat, më pas sodha pak gjallë për ta bërë më kremoze. Pak lëkurë limoni dhe pak djath parmixhan. Kësia e makaronave që unë peshoj para se t'i përgatis është gjithmonë 90 gram për vakt. Ktu e pyeta si të duken dhe ai i pëlqen shumë. Për ne që kemi fëmijë shumë të vështirë në të ngrënë, të shohësh që ta mbaroj pjatën me perime është realisht një lumturi shumë e madhe. Edhe këtu kisha harruar ta filmoja, por bëra të njëjtën procedurë përfundimtare, hodha pak gjallë, pak lëkurë limoni dhe pak parmixhan. Dhe servira të pjatat e mia të preferuara. Sasia ishte më pak se 90 gram për mua. Dolën super kremoze dhe të shijshme dhe voilà. Se dreka jon sot, ndërkohë paraditën e kaluam thritin tek Xhimi. Kush e di, e di. Mua.